zgjedhor që ka kontest për këtë rezultat, ka gjithë lirin për të paraqitur pretendimet për shkeljet e ligjit dhe provat përkatëse. Dhe mandej do të vlerësohet nga instancat përkatëse, ekziston apo nuk ekziston pretendimi, ka apo nuk ka shkeljet ligjit, dhe se sa këto shkeljet ligjit kanë ndikuar në rezultat. Komisioner, pavarësisht ka apo nuk ka prova akuzuesi, është detyra juaj të garantoni transparencë për procesin. Dhe ju keni premtuar që do të merrni nga DHL-ja firmat e zgjedhësve që kanë nënshkruar. A mund të pohoni ju se të gjithë zgjedhësit që kanë marrë zarfin ka prova që ata kanë nënshkruar, pra a mund të dilni ju garant që çdo kush që ka marrë një zarf ka nënshkruar pra DHL-s, pra nga komunikimi me palën kontraktore, e dini këtë informacion? Edhe në kuadër të kontratës që kemi me DHL-n, kemi kërkuar DHL-s që t'japi pikërisht të dorëzojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve çdo dokumentacion që ka të bëjë me këtë proces. Kanë sjellë një përgjigje që këtë dokumentacion dhe keni brenda datës 22 maj. Të gjithë dokumentacionin. Pjesë e kërkesës tonë ka qenë edhe kjo që ju thoni. Duam shpjegime dhe informacion se si ka qenë protokolli i shpërndarjes së zarfeve dhe dokumentacionin mbështetës të gjithë këtij protokolli. Në momentin që do ta kemi këtë, do të vlerësoj gjithë secili prej nesh se ky dokumentacion justifikon apo nuk justifikon pretendimet e gjithkujt. Zoti komisioner, kam një pyetje që besoj është në interes të të gjithëve. Kjo duhet jetë ndeshja më e gjatë që është zhvilluar në Parkun Olimpik dhe ju si arbitër, kur mendoni se do të përfundojë? I gjetur krahasimi për hir të së vërtetës, edhe pse natyra e ndeshjes është patjetër. Por mendoj që çfarë procedurat dhe nevoja për ta patur këtë proces transparent dhe me integritet janë ato të cilët kanë sjellë edhe një kohë zgjatje të këtij procesi. Sikurse ju mund ta keni konstatuar, të gjithë ata të cilët janë angazhuar në këtë proces kanë punuar 24 shtatë, por duket që procesi është i ngarkuar me procedura, me dokumentacion, me administrim dokumentacioni e të tjera si këto. Shpresoj, sikurse kam thënë, që deri nesër në darkë, pra brenda kësaj jave, sikurse kam thënë disa ditë më përpara, ta përfundojmë këtë proces, që do të thotë edhe rezultatin e votave për kandidatët e listës A për ta kemi deri nesër në darkë. Referuar dhe pyetjes kolegut, ju keni marrë një vendim që keni shfuqizuar disa begje akreditimi. Pse numrimi i votave është kryer sërish si një ndeshje në Parkun Olimpik, sidomos për qarkun e Lezhës? Në mëngjes kur kemi filluar këtë proces, shumica kanë qenë gjabë brenda në sallë dhe nuk e kemi parë të arsyeshme që t'i nxjerrim. Kemi komunikuar edhe me përfaqësues të partive politike dhe jemi dakordsuar për numrin e vëzhguesve të secilës parti dhe kategoritë e tjera të personave të cilët do të jenë prezent. Mundet që këta që janë këtu të jenë në përputhje me atë vendimin e ri që ne kemi marrë, nuk di ta them këtë, por duke filluar nga nesër të gjithë do t'i nënshtrojnë atij urdhërimit të ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zoti Celibashi, nisur nga eksperiencia juaj e gjatë me zgjedhjet dhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky rezultati këtyre zgjedhjeve, 83 Partia Socialiste, 50 PD, 3 PSD dhe partitë e tjera, por mos hyrë shumë gjatë. Cilit vit i ngjan për nga rezultati? Ndjes edhe një se nuk e dëgjova. Rezultati i majit të 2025-s, Partia Socialiste 83, PD 50. Ky rezultat, cilit vit të kaluar i ngjan për nga rezultati, duke qenë se ke eksperiencë me zgjedhjet? Ju kërkoj shumë ndjes, por refuzoj të komentoj mbi rezultatin e zgjedhjeve. Kujt ti ngjan? Nuk e di. Nuk e di. E dini ju më mirë dhe
çdo kush tjetër përveç me se kujt i ngjan dhe pse i ngjan apo duhet i ngjante apo s'duhet i ngjante. Jo, ndoshta ne ta dim, por për efekt moshe nuk na shkon dot mendja deri te fillimet